Tani, për sigurimin e shtetit, do doja diçka unë. Ti ke parë shumë dokumenta për sigurimin e shtetit. Po. Si ishte, ç'e ishte arma sigurimi i shtetit? E frikshme? Po, sigurisht ishte një nga ato patericat me të cilat mbaj shteti ishte sigurimi. Ishte një nga ato elementët kyç për të konsoliduar pushtetin e partisë. Çfarë ke parë gjë më të rëndë nga arkivat? Të them të drejtën, për mua ajo ta përmenda gjëja më e rëndë që kam parë ishte kjo letra e Lemanit e dobimit, që ishte ajo e shkruar vetë nga dora e vet me dorëshkrim që unë e njihja. E njihesh kjo? Këto domethënë dosjet e sigurimit ishin edhe dosjet edhe patjetër edhe dosje Aslanit e Burgut që kishte dëshminë e tij ku ai fliste, tregonte domethënë si e shite vet gjendjen e tij. Por tash Aslan nuk e kam njoftur, kështu që si emocion nga ana personale kjo letra e Lemanit që ishte lutja që i bën të Këshillit të Ministrave ka qenë gjëja më prekse për mua. Tribuni Çakizi Bardh, era e Marsit, të bënin përshtypje këto pseudonimet që u vinin bashkëpunëtorëve, ëh? Po, këto ishin janë, më thënë, si një bashkim i natyrës me teknikën, ajo që po. Tani një pyetje kam, si ka mundësi që ajo klasa e bejlerëve, e të arsimuarve që thotë ai 10%-i, u fundos dhe u largua, u masakrua, u poshtërua nga një klasë që erdhi nga komunistët. Këtë s'kam kuptuar asnjëherë. Ndërkohë foto tjetër. Kjo është besoj dinamika e luftës dhe ajo roli që ka luajtur mbështetja që i kanë dhënë Partisë Komuniste forcat e jashtme. Sepse Partia Komuniste është themeluar në 41-shin. Në 46-ën ka ardhur në pushtet, si ka mundësi që një parti që ka një jetë vetëm 5 vjeçare me jo dhe aq shumë militant. 44 fare po të thashë. 41-shin është themeluar partia. Po 44 erdhi në pushtet. 46-shin falë është arrestuar Aslani, po. Për 3. Po zgjedhjet atëherë janë bërë në 46. 46, okay, po erdhën ata, e morën ata në 40. Nëse në zgjedhjet e 46 kishte mundësi edhe për kandidat të pavarur. Pra këto janë zgjedhjet e fundit që kishte edhe kandidat të tjerë. Tani si ka mundësi që një parti brenda 5 vjetëve merr pushtetin dhe mban 50 vjet gati? Për mua, pa një... Kush e mbështeti komunizmin në Shqipëri? Ato ishin rrethana dhe ishte edhe mënyra se si kanë luajtur me ndërhyrjen e jashtme dhe mbështetjen nga jashtë në momente të ndryshme aleancat që kanë ndërtuar këto liderët e Partisë Komuniste, Enver Hoxha, Mehmet Shehu etj. Por pa kuptuar luftën dhe pa kuptuar rolin e mbështetjes ndaj nacionalizmit gjatë luftës dhe mënyrën se si ka ndryshuar kjo, pra faktorin nacionalist, nuk e kupton dot se si kanë arritur komunistët të arrijnë në pushtet dhe ta mbajnë pushtetin për kaq gjatë. Pse nuk e bëri Amerika siç e bëri tani me Maduron në Venezuelë, që të vinte ta merrte Enver Hoxhën, ta çonte në Amerikë, ta arrestonte, edhe këtu të vendoste demokracia. Po ato ishte situata në Shqipëri ishte rrjedhoj i vendimeve gjeopolitike dhe të një kompromisi që kishte arritur Stalini me Rooseveltin edhe me Churchill. Pra ajo u bë ndarja e Europës në Jaltë dhe u vendos se këtu do të jetë kjo, këtu do të jetë u bë një lloj, pra ishte bërë një lloj kompromisi, nuk kishte arritur një negociat gjeopolitike Amerika aty dhe nuk kishte vend për një shtet që të bënte një veprim unilateral që të prishte gjithë ekuilibrin e Europës, po kjo është gjë e ditur, nuk është ndonjë gjë domethënë që ne nuk e njohim, ne shqiptarët e dinë shumë mirë këtë problemin e Jaltës edhe të ndarjes së Europës lindore me Europën perëndimore edhe faktin që në Shqipëri u vendos që kush të marrë pushtetin ai do ta mbaj. U bën përpjekje, janë bërë sidomos nga inteligjenca britanike, ka shumë dokumenta arkivore që tregojnë që ato kanë bërë vazhdimisht përpjekje për të rritur rezistencën ndaj komunistëve edhe pasi kishin ardhur në pushtet dhe kanë dështuar sepse kishin agentë të dyfisht në Britaninë e Madhe. E ke fjalën për Kim Philby? Po, Philby. Do të thonë juve jeni me teorinë që ishte Kim Philby që u dështua në operacion. Unë besoj që ka patur një lloj shkëmbimi inteligjence, nuk jam marrë me këtë pjesë, se unë deri në 46-ën jam marrë me SOI-n. Po mirë, gjithsesi këtë koncept keni që ishte Kim Philby. Them që ka patur, jo, se bën fjalën që a kishte ndërhyrje, ka patur përpjekje për ndërhyrje, ka patur veprime të inteligjencës dhe fakti që kanë dështuar, sepse kanë dështuar, ka qenë një shkëmbim informacioni midis këtyre dy qartë. Kim Philby dhe të tjerë. Tani agjentët e dyfisht. Kjo e Maduros, gjithsesi s'ka lidhje me romanin tënd, po e dua një përgjigje. E dua një përgjigje për këtë të Maduros. Është përgjigjja është shumë e shkurtër dhe shumë e shpejtë që kjo është një thyrje e ligjit ndërkombëtar dhe je kundër? Po. Dhe është një precedent jashtëzakonisht i rrezikshëm që vihet në cënimin e sovranitetit të një vendi.
Kaq. Si është precedent? Se mund ta bëjnë edhe në një vend tjetër? Mund ta bëjnë ku duam. Si shko ka një kryetar shteti kështu edhe merr atë sigurisht hajdut mes natës, merr kryetarin e një shteti tjetër peng. Ç'është kjo? Aty ka ligj ndërkombëtar, ne kemi OKB-n, kemi institucion, ne kemi procese diplomatike, po çfarë ndërtojnë njerëzit gjithë? Si ishe dakord ti që këtë ta bënin me Enver Hoxhën në vitet 50 dhe mos ta bëjnë tani me Maduro? Në vitet 50 nuk kanë qenë fare këto, sepse deklarata e Kombeve të Bashkuara është bërë në 48-ën, Enver Hoxha flitet në 46-ën, kështu që është komplet kontekst tjetër historik. E para. E dyta, ne kemi zhvilluar ligjin ndërkombëtar, kemi zhvilluar kush ta isha dakord? Nuk e di unë. Ne kemi zhvilluar ligjin ndërkombëtar dhe kemi zhvilluar për një arsye të caktuar. Në diplomacia është aty. Po isha kundër, por nuk do të thonë se ti je kundër Enver Hoxhës, nuk do të thonë se ti je dakord me çdo që vjen edhe merr Enver Hoxhën natën nga gjumi. Nuk duket domethënë, ai ta bën edhe ty nesër. Pse ku e kemi ne gjithë të besim? Ta bën ty domethënë që vjen merr Tiranën këtu dhe ty mua aty kush tjetër, domethënë si e besoj? Kjo është çka, pse gjërat duhen parë me pak distancë, nuk bëhen me shembull që po ky po ai po Hitleri po Enver Hoxha po Stalini po kështu. Ka një ligj ndërkombëtar. Ka procese diplomatike, ka sovranitet, ka rregulla. Bota këto rregulla i ka bërë për të shmangur ndërhyrjet arbitrare të individëve në fatet e kombeve, të historive, për të shmangur konflikte akoma më të mëdha. Tani, si mund ta justifikojmë ne një proces që është ndërtuar për dekada të tëra, kompromisi, negociata, sovraniteti etj. Dhe pse s'ka ne gjë, shkoj ku e mori ngretja atë. Mua më duket absurde dhe në fakt më shqetëson shumë që nuk ka patur, nuk e di se dhe ndoshta si kanë parë lajmet me siguri edhe mund të ketë patur në Shqipëri ndërhyrje kritike për këtë. Tu nuk është asnjëri më i sigurt. Ajo si të kesh një mafioz që vendos natën që vjen të merr ty peng. Ç'është kjo? Edhe ti thua jo se është mafioz i mirë, s'ka problem, e njohun, e kam shok. M'fal, po kjo nuk funksionon kështu. Presidentet tjerë nuk do ta bëjnë. Por nuk është thyrje, mos thyrje ligjit ndërkombëtar. Ligji ndërkombëtar ka një arsye që është aty. Si zgjidhet kjo? Nuk e di unë se zgjidhet, më pyete mua, a kritikon apo nuk e kritikon, unë tash në vështrimin tim. Si zgjidhet duke përforcuar ligjin ndërkombëtar dhe duke përforcuar diplomacinë, nuk zgjidhet duke ngritur numrat e atyre që bëjnë rrëmbime natën. E kuptoj. Foto tjetër kemi dhe shumë pak. Cili kryeminist vlerëson nga të gjithë, nga 33? Xhaferi Shidhieti. Fanoli? 13-ën. Fanoli. Tani këtu nuk do më ashtu ti mua, nuk do më bësh asnjë lloj ndërhyrje. Tirana e qyteti pengut, rrugica si damari çar pas një operacioni, për t'i dalë gjyshe zot nga përsekutorët e internetit. Të bëjnë lesheli, zbulojnë ata të afërm se janë bashkëpunëtorë dhe spionët janë pjesë e familjes. Arkeolog në tempullin e njohjes së sakatuar, kollofitur në Rom, ndonjë rom baklava, sa më ka pëlqyer kjo. Kollofitur në një rom baklava. Shigjeta e shikimit, një hap i lehtë pupël. Njeriu ka për detyrë të martohet, dashuria vjen më vonë si flladhi me darkën. Të gjitha moshatarët e tura janë rregulluar me kohë. Sa e bukur kjo. Mund të blije shtëpi me çmimin e një bilete trageti. Autoriteti dosjeve rrethi 9 damës. Sa e bukur kjo. Ti më thua mua shpejt. Çfarë shpejt muj? I vetmi hall që pastaj pjell hallet e tjera është se adhuron traditat. Për të shpëtuar në kurën, çdo lloj helmi ke në vend i gjakut. Jeta e tij me Teatin kishte qenë dialog mes shurdhësh. Dinjitet do të thotë të fikë zjarrin që rrezikon të prapet në shtëpi. Njollat e mëdha të gjakut mbi çarçafët e bardhë dukshin si lule shtrydhe tridimensionale. Shumë e bukur kjo. Një prej hijeve të zeza të burgosëve të vënë në rresht dhe shoq aleman që unë ta thash. Shiko, unë me vërtet po e mbyll për efekt të kohës, po do më japësh një premtim që do vish përsëri për një intervistë tjetër, jo për romanin. Me kënaqësi se edhe unë nuk naqej, është shumë bisedë e këndshme edhe për mua, po, me shumë kënaqësi, kur të kemi kohë prapë, kur të jem prapë në Shqipëri. Ma bërë këtë kohë sot, se vete ka fajnë, erdhe me vonesë, du t'japësh llogari, shiku se i qkar në vonesë. Fal, erdha me vonesë, po kam një orë, një çerek që po... Po një orë gjysmë është emisioni, vetëm për ty. Jo, lutem. Gjithsesi, mos ta mbyllim keq, ta mbyllim. Jo, do ta mbyllim shumë mirë, ishte shumë kënaqësi unë. Pra, më thuaj dy fjalë ti tani, se fola unë tani shumë. Jo, unë nuk kënaqa shumë, ishte një bisedë shumë e këndshme, jam shumë e lumtur që arritëm të flasim për librin. Jam lexuar syt. Pastaj jam gazetari që të marr intervistë. Edhe që, domethënë ishte shumë kënaqësi vërtet që të arrim të folim besoj për shumë tema të librit, edhe tema që nuk i kanë prekur në intervista të tjera, kështu që ishte vërtet shumë. Mund të marrësh ditë çmimin Nobel? E aspiron? Shqiptarët aspirojnë të lexohen. Çmimet si unë kam lidhjen, e kam marrëdhënie me lexuesin, nuk e kam me komisionet e çmimeve. Të falenderoj shumë Lea Ypi që të kisha.